Mirëmbrëma, sonte në pikë vazhdojmë bashkëbisedimin me Blerim Shalën. Blerim, mirë se vjen. Se gjeta. E lam në Po. pikën e fundit herën e kaluar me përgatitjet për Rambuje, domethënë, dhe tash jemi në janar Po. të vitit 1999, po përgatitemi për Rambuje, po s'dim kush do të shkojmë. Po, derisa caktohet konferenca, madje definohen edhe parimet e panegociueshme të grupit kontaktit, që pak a shumë e definonin territorin e negociatave në Rambuje. Që ishte çka? Po ishte definimi i një statusi kalimtar të Kosovës, normalisht imponimi i paqes. Gjitha ato material pësat kishin folën ndërkohë ishin artikuluar në ato 10 pikat. Dhe pika ma e rëndë ka qenë pandryshueshmëria e kufitës për neve. Po, normalisht ajo ka qenë pjesë e një parimi të konferencës sigurisë së Bashkimit Evropian të një vitit 1975, thotë aty është pandryshueshmëria e kufive pa në mënyrë të njëjashme, se normalisht se po ndryshe me dakordim me pajtim kanë mund të ndryshon kufit. Po ne ishim në kulumtim e sipër të përbërjes së delegacionit të Kosovës, sepse tash më di që kush prej krahave politik të ushtarak duhet të ishte i pranishëm. Pra, LDK-ja ishte atëherë dhe LDSH-ja e profesorit Qepçosjes në anën politike, dhe ishte UÇK-ja si strukturë politike ushtarake me drejtëri politike dhe me gjitha strukturat e veta, dhe ishim unë dhe ti, pasi kishim pas provoj edhe në këtë proces prej vitit 1998 e tutje, dhe patëm mbetë që UÇK-ja ta dërgoj një porosi publike a do me shku në konferencë të Rambujes apo jo, sepse Adem Demashi pa dalë me një qëndim kategorik kundër, duke qenë i bindur që kjo konferencë nuk do të ofroj atë për të ne ja kishim synu që nga viti 1990-91. Rajsh ne e dishim që rendi që mbrihet pavarësia në këtë konferencë nuk kishte. Askush prej nesh që kemi shku në fund në konferencë nuk e kemi pas këtë bindje, por ashtu e kemi pas bindje që me këtë konferencë është fillon hapi parë, shënohet hapi parë në procesin i cili do të sjellë pavarësinë. Edhe pse kjo çështje që po thuti nuk ka qenë krejtësisht e qartë për të gjithë. As jashtë delegacionit, as brenda delegacionit. Për shembull, jeni prej këshilltarëve një jurist eminent i asaj kohës, i konsideruar eminent, na dërgon faks atje në Rambuje dhe thotë pika e parë, mos pranoni asnjë gjë që nuk është pavarësia e Kosovës. Po, e di mirë atë episod, një episode shumë të amatorist që lidhen, po them ne që shkuam duke përfshirë delegacionin e UÇK-s, nuk ka pas. Normalisht synimi jon ka qenë që të sigurohet një dokument sa më i mirë mundshëm, të arrihet që NATO të vendosë në Kosovë, sepse dinë që është kush për gjithçka tjetër, dhe që të mos mbyllet rruga për pavarësi. Kjo ishte ideja. Që të hapet një proces i cili çon në përcaktimi i statusit të Kosovës. Dhe kur UÇK-ja tha punë, atëherë u pa qartë që ne po shkojmë në Rambuje, LDK-ja e caktoi delegacion e vet, LDSH-ja po, UÇK-ja po, edhe unë e ti ishim 16 përfaqësues të delegacionit të Kosovës, dhe ne synuam të shkojmë të premte nëse s'gaboj në Rambuje me 5 shkurt, po nuk arritëm për shkak që autoritetet sërbe nuk lejuan që delegacioni i UÇK-s të hyjë me neve në aeroplanin ushtarak. Ishte aeroplan ushtarak i madh me cilin do të shkojmë në vazhdimin e konferencës në Paris, dhe në fund detyruam të shkojmë të nesërmën ditën e konferencës me 2 aeroplan që na i solli vetë presidenti Chirac. Ishin aeroplan të presidentit Chirac, dhe atëherë u bëm bashkë. Delegacionin mundam në 2 aeroplana dhe u nisëm me një përshtypje që është e domosdoshme të marrim pjesë, dhe është e domosdoshme që të provojmë të sigurojmë maksimumin në këtë konferencë. Ishte interesant se disa prej njerëzve nuk njiheshin mes vete. Ishte hera parë që shiheshin. Por Azem Syllën s'e kam njohur. Nëse ti ke pas një takim me të. Një takim e kam pas, Xhavit Halitin e kemi njohur unë edhe ti, Hashim Tashën e kam njohur prej vitit 91 edhe ti e ke njohur, por ndoshta ke harru sepse patar me një takim në sindikatën e pavarur, bashkë me Fisnik Cukaj. Fisniku dhe Hashimi patën ardhur si përfaqësues të Unionit të Studentëve, dhe patën pas
debat pikërisht se çfarë rezistencë të bëjmë. Po. Kujtohet me siguri. Dhe ishte kriza lokale të studentëve. Pra edhe normalisht ishte një momentum i ri, u njohtëm një me njëri tjetrin ata që nuk njihen, edhe pse arshimi do të vjen të atë mbrëmje, shtunën, nuk do të vjen të gjatë ditës në delegacion në kështjellën e Rambujës, edhe ne të tjerët do të udhtojmë goxha shpejt për 3 orë do të punim në Paris, edhe do të shkojmë drejt për drejt, faktikisht vetëm e kemi lënë valixhet. Po. Edhe na kanë thirrë më një herë që po hapet konferenca. Po një ditë më herët, domethënë, atë ditë para se të nisëshim, jemi pa në kodit. Jemi pa në koditore, sepse e pash që do të jemi në një telashe të madhe, dhe sugjerova që të kemi një marrëveshje konsensuale. Pra që marrëveshja, cila do marrëveshje që do të nënshkruaj, nuk do të blente nëse nuk e nënshkruanin të gjitha faktorët. Dhe kjo u pranua nga atër ishte profesor Agani, ishte doktor Qosja, ishte në atakim. Edhe Hydajeti, po dhe Mehmeti. Edhe Bajrami, po s'ka qenë. Edhe Bajrami, po. E kjo është fotografia. është fotografia. Po, fotografia. Dhe kjo u pranua atje, por kur e qela këtë punë në Rambuje, atë natë, Azem Sylla tha, s'ka edhe preua, të bisedë, tha, s'ka pa ashimin s'mere me vesh për asnjë. Në atë moment ata ja dhanë drejtën e vetës faktikisht hashimit. Ishte, mendoj që dakordimi tjetër nëse zgaboj në redakcion e koditore ka qenë që nëse është e mundën delegacionit të udhëheqen nga përfaqësuesi UÇK-s. Edhe ajo ka qenë se ata kanë qenë, ata patën si parakusht. Dhe LDK-ja e kishte të lashe këtë punë. Atëherë ne provum që ti afrojmë palët, edhe që nuk do të ishte ndonjë të lashe që kryesimin ta bënte, sepse në fakt aty ishte e gjetëm dhe zgjidhën në Rambuje, që do të ishte kryesia e delegacionit, pastaj do të jetë edhe grupi politiko-strategjik që do ta bënte ka shumë delegacione amerikanë me ne, me disa prej nesh. Kështu që atë natë në parim jemi dakordu që t'i trajtojmë temat pasardhëse dhe që dikush nga UÇK-ja të jetë kryesues i delegacionit, po me kaq që patëm lënë, nuk ka qenë fare diskutimi i madh, domethënë. Për mua atë natë ka qenë më me rëndësi që më ftu ambasadori Hill në dhomën e tij, për mi tregu se ku do të gjendemi, se si që përmenda dhe në emisione e kaluar, ne akoma nuk dishim për mbajtjen e ofertës, dhe të zëmë Hilli, një fjalia parë ishte do të keni kushtetut, se ne insistonimi që Kosova ta ketë kushtetutën e vetë. Kjo ka qenë atë variantën e tretë, pastaj u patkyjmë variantën e katërt, Basic Law, që është dokumenti bazik i Gjermanisë, deri në pavarësinë plot masë Bashkimit Gjermanisë, Gjermania ka pas Basic Law, ka pas ligj themeltar, s'ka pas kushtetut. Dhe kjo disi provoi prej amerikanëve të na ofrojë si një mundësi kompromisi, po për ne kosovarët, koncepti kushtetutës ka qenë larg pamës për shkak të kushtetutës së vitit 74. Ne kemi marrë një dokument pasi nuk mund të punojmë fare. Prandaj kishim precedent juridik edhe Hilli tha po, do të keni kushtetutë, do të keni pushtet mirëfill, do të ketë NATO në Kosovë, faktikisht doli që kjo oferta atyre fillestare e Rambujës ishte më e mira e mundshme për gjitha ofertat deri tashme. Gjë që ishte një element shumë i rëndësishëm për mënyrën se si do të punojmë ne. Ne të nesër u takuam, na kujtohet e dyve, pastaj erdhi Hashim Thaçi në delegacion, u caktua Hashimi kryesuesi i delegacionit, po kryesuesi kryesisë së delegacionit, ku ishte Ibrahim Rogova, po ashtu si përfaqësuesi i DK-s, Xhepçosi edhe ti si përfaqësuesi neve dyve faktikisht përfaqësues. Edhe zëdhënës ti u bënë nëse zgaboj. U caktova si zëdhënës si delegacionit Kosovës e kryesisë. Kështu që filloi një debat në mes nesh në bazë të dokumentit fillestar, i cili ka qenë goxha produktiv, goxha e mirë, nuk mund të mendoj për të keq, përkundrazi, e di që në fund edhe më vonë, pa edhe tash gjatë dëshmisë në gjykatën speciale, ambasadori Hill na pa thënë u habetëm se si një grumbull shqiptarësh që i tubuam thosën në një stacion të autobusit,
me disa stacione, herë një grup LDK-s, herë një grup LDSH, herë UÇK, u tregua shumë të mëshëm me shumë ata se delegacioni i Serbisë. Edhe zgjidhja më duket ishte e mirë teknike, fakti që negociatat rreth dokumentit u bën prej grupit politik strategjik, ku ishte profesor Agani, Mehmet Hajrizi, Jakub Krasniqi dhe ti. Dhe arritët të krijoni një aso bashkëpunimi. Jakupi ka qenë jashtëzakonisht dinamik, pozitiv në këtë, dhe ajo frym pozitive e bashkëpunimit pastaj u shpërnda në gjithë delegacionin. Ashtu, edhe ne natyrisht bashkëpunonim më shumë me Jim O'Brien, sepse ai ka qenë eksperti kryesor ligjor i delegacionit amerikan. Kemi pas biseda herë edhe të nxehta, herë konfliktuoze, sepse bëj fjalë me të vërtetë për një synim tonin që ta përmirësojmë dokumentin maksimalisht që të jetë i pranueshëm për palën tonë. Dhe ne i kishim dy telashe prej fillimit, që do ta përsëritem në gjatë gjithë atyre 19-20 ditëve sa të çndrojmë në Rambuje. Një ishte që ta krijojmë një mekanizëm për shprehjen e vullnetit të qytetarëve të Kosovës për statusin final. Ne kërkonim referendum prej fillimit. Formulimi që u gjet aty fillimisht ka qenë view of the people. Do të thonë që ishte pak a shumë formulimi i zbekt. Edhe ne në grupin politik strategjik arritëm ta bindim Gjimin që të riformulohet në view of the people, që në will of the people, çka është tjetër, pos referendum. Mirë, ne ma vonë patëm provu me insertu që të jetë expressed will of the people, që ishte vullneti shprehur, që ishte referendum. Por mbeti will of the people, pastaj kishin në delegacion kujtohet debate çka nën kupton kjo, mas 3 vjetëve është tamam kjo, dhe ne u morëm vesh me Jim O'Brien që Gjimi ta bën një letër garantuese fillimisht. Domethënë ky ka qenë esajakja e këtij procesi që ka përfunduar me Mehmet Albrightin. Fillimisht ka qenë Jim O'Brien, unë pa mund të bëj një letër garantuese që kjo nuk kupton, formulimi që gjendet në këtë dokument, nuk kupton që ju pas 3 vjetëve keni të drejta organizoni referendumin për statusin e Kosovës. Ma vonë gjatë evolimit, duke i pa pak tension në delegacion, unë i pa të thonë Chris Hillit, a mund të shtime në shkrupit në dokument, po. Më në fund dherë se ti e propozove, a mund të të zoni Albright me bë këtë garantim, se normalisht kapaciteti zoni Albright ishte tepër i madh, edhe respekti jonë për zonë Albright ka qenë enorm. Dhe atëherë e konsultuam edhe Mark Vellerin. Po, Velleri ka qenë aty, po. Dhe ata na thanë që në shkrimi i zonës Albright në këtë dokument i obligon të Shtetet e Bashkuara të Amerikës si një lloj kontrate. Absolutisht. Belen Ver Hasanin, se s'gaboj, ka qenë në delegacion si këshilltar. Kur e pyeti dikush për garancat e një përfaqësuesit në art Amerikës, sa garanca gojore vlen mjaft. E lere me kjo me shkrim. Po si mas traktatit Vienës. Si pas traktatit Vienës, do më thonë se gojërisht ju të zoni Albright. Ju mas 3 vjetëve keni drejt në bande referendumit, ta mjafton kjo. Sepse ne e dim se ka siguru Holbrooku intervenimin në Bosnjë prej Clintonit. Ka qenë i ballo aty dhe është afru Holbrooku, ka thënë presidenta, më 1 minutë me fol me ty, po. Ne jemi zotu që s'do të lejojmë masakra të reja në Bosnjë, edhe që është më rëndësishme janë, nëse duhet më tërheq UNPROFOR-i, forca ndërkombëtare, ne duhet të hyjmë të ndihmojmë. Dhe po më duhet ka momenti të tërheqjes. Jo tha, mas e qenë ka ashtu, kemi dhënë fjalën, duhet me respektu. Jo më te një që ka qenë kërcënimi Kërshëndella, siç e përmendëm, plus ajo që do të përsëritet Bosnja 2. Kështu që kjo e Albrightit ishte normalisht një garantuese e plot që ne do të kishim të drejtë ta marrim referendumin pas 3 vjetëve. Çështja e dytë ka qenë çka do ndodhë më çka. Do të thotë, a do të shpërbëhet apo do të transformohet? Ishte një dallim substancial midis shpërbërjes, pa kur farë kushti, dorëzimit të armë e tjera, edhe transformimit në një trup tjetër e cila do të jetë embrion pastaj edhe ushtrisë Kosovës. Ne arritëm të dyja pak pas negociatave të rënda, kthimit para, ecjes para kthimit prapa, pas atij episodit me Adem Demaçin në Ljubljanë, kur shkoi Hashim Thashi me folë, sepse Adem Demaçi vazhdimisht krijante probleme, derisa në fund edhe e bëni një lloj grushteti përmes atij faksi që na patara delegacion, që ju nuk keni të autorizuar delegacionin të shkruajës, nuk është të autorizuar pare të
të flas për statusin e Kosovës, do të caktu një komandant i ri JUÇK-s, generali Sulejman Selimi, pa dalën figurë shumë e shquar, por u kriju një atmosferë rënd në delegacion, se ne tash nuk e dini, ma mund të bëjmë diçka, mund ta finalizojmë marrëveshjen ajo. Por ndërkohë e kishim hupëm letrën e përprejtë e hupëm, kishim afat disa orë, duket mes ditë ka qenë shtune. Po, masolli Gjimi, masolli dhe tha, ja po është letra, keni afat kaq, lexoja delegacionet, ja lexova delegacionet, dhe prap u kthym te përlamja e ndërsjell aty. Po, shikon nga perspektiva sot me mendoj që ne kemi kalu tepër mirë. Kur po shohim sot çka po ndodh me pjesën e politikës kosovare, sepse megjithatë hisja ishte shumë e madhe. Çka po ndodh me Kosovën, apo qirohemi ajo, dhe nga ana tjetër vendimarrja ishte goxha e mjegull, sidomos në ÇK. Do ta marrim vesh më vonë që ata që kanë qenë si përfaqësues ÇK-s nuk kanë pas mundësi të marrin vendim gjatë Rambojes, pa u kthy mrapa, pa u konsultuar me komandante e tjerë. Edhe njohuritë e tyre ka qenë shumë. Po normalisht. Ta zëm për disa antarë të ÇK-s, veç mas para zemërsylet kujtohet kjo biseda ime jotja me te, ka qenë kryesor avjen NATO në Kosova jo, që është e ndershme, sepse sigurimi i paqes Kosovë përmes faktorit NATO ishte vendimtar. Edhe akoma kishin mesin tonë dikush që dyshonte që ndoshta s'vjen NATO në Kosovë. Edhe Azam Sylla ma shumë i beson të zërit Amerikës se sa. Po është vërtet që Elias Biberën e ka pas referencë kryesore, pse Eliasi erdh pastaj me zonën Nollbajt si përkthyes. Kështu që ka pas çështje delikate, është vërtet dokumenti i madh, është vërtet që ne grupi politik strategjik më shumë të kemi lexuar dokumentat, se ishim të autorizuar për jo si kryesi e delegacionit që të negociojmë dhe të arrijmë një marrëveshje. Mos harrojmë që aty vazhdimisht ishte i pranishëm Sergej Bazdikin, përfaqësuesi rus, do të thonë ka qenë grup kontaktit, edhe ky ekip ekspertëve ka qenë i deleguar për grupit kontaktit ku ka qenë rus, Boris Majorsi ka qenë një prej 3 ndërmjetësuesve. Kështu që nuk ishte lehtë, edhe pse ne gjitha koncesionet edhe gjitha favoret i kishim në raporte bilaterale me Amerikanë. Marrëveshje bilaterale kemi pas edhe me zonja Albright, kur zonja Albright me gjithë punë në pranitë serbe ju ka thënë juve si kryesi, nëse ju pranoni, ta s'pranojnë, ta bombardohen. Nëse ju nuk pranoni, këta pranojmë, ne ju harrojmë. Nuk mirë me më me ju. Kështu që nuk mund të them që ka pas për paqësi të madhe, as te ne, as te pala serbe, çka mund të ndodh nëse dështon konferenca. Po ne arritëm në ato dietet kritike, arritëm në te martja super kritika, hana, tash nuk është çudi që kemi harruar nga pak. Edhe gjatë gjithë natës patëm të bim, ishte atmosferë shumë e tensionuar. Edhe në fund edhe ambasadori Hill 2 anë 3 pas dite ose me bë diçka me ne ose me konstatu dështimin. Edhe ai zinte çka të bënte. Po në një moment ty drejtu ty. Ta mësh me bëndi fare kapitulimi ku jeni tash si delegacion. Por kapitulim ku gjeni. Ne edhe ti e patë bëu atë kapitulimi 3-4 pikë që të gjithë jemi që marrëveshja të pranohet, po shumica dërmuese jemi që të kthehemi mbrapa dhe ta konsultojmë edhe një herë. Dhe me rëndësi po ashtu që marrëveshja si e këtill, do thonë e pandryshueshme. Nuk duhet me ndryshu. Domethënë nëse pranojmë në këtë periudhën midis 2 konferencave, si është ndodhur më pas, edhe në fund Hilli thotë po ulesh me i boç këto. Domethënë ju duk si një farë rrugdalje prej situate. Po ju hap fytyra atë. Po, edhe nëse s'gaboj ka qenë edhe pika që pajtohemi u kriju një qeveri e cila do ta garantojë zbatimin e marrëveshjes. Që ishte po ashtu një dakordim midis këtij delegacionit, këtu pajtuan deri në moment kur presidenti Rugova ngrit këmbë dhe tha, nëse është kusht ju dhe thua Hashimit, nëse është kusht që ti të jesh kryeminist, unë e pranoj. Pse si ishte atëherë? S'përmendej. Jo, QSHK-ja në fakt, saktë e ke. QSHK-ja ato dhe qeverinë unë e pranoj. Sepse në fakt ne kemi menduar që kryeministri do të jetë Jakub Krasniqi. Po, në gjatë aty në diskutime fillestare, po, vërtet. Po kryesorja u arrit pajtimin që ne jemi në rregull me marrëveshjen, u arrit pajtimin që megjithatë duhet kthehemi në
Kosovë të marrim përgjegjën definitive dhe u arrit marrëveshja që të kemi një qeveri që të garanton zbatimin e marrëveshjes, sepse atë ditë ose një ditë më herët James Dobbins u caktua si emisar special i State Departmentit për zbatimin e marrëveshjes. Dhe ne u ndëlidhëm edhe me atë emnim, me thonë që ne po si palë kosovare ne kemi adresën se kush do ta zbaton marrëveshjen. Unë disa herë kam bisedu me Hashimin. Dhe nuk e kam kuptuar asnjëherë pse ka qenë kundër. Do thonë, ai prej fillimit ka pas një dyshim rreth konferencës, sa do të jetë kjo konferenca e cila e zgjidh apo jo. Dhe përgjatë asaj periudhe, ndosë unë jam ofruar prej fillimit që të jem ti edhe unë jemi ofruar prej fillimit që të jemi për ndihmë, çdo njenit kishim pak më shumë përvojë, kishim pak më shumë kontakte e tjera. Por nuk e kam kuptuar pse deri në moment fundit se në fund doli një natë më herët, a 2 natë më herët se më mend saktësisht, apo një ditë. Domethënë ishte apo formohet apo jo qeveria e përkohshme, dhe ky ishte si një lloj kushti dhe e mbaj mend se unë e kam kryesuar të mbledhjen dhe thash i bota ime është e fundit, thash jam po edhe për me kalu ky dokument, me u adaptu, me u pranu prej nesh, me adoptu. Dhe me u formu qeveria e përkohshme. Por në atë moment, Hashimi qohet, thot, unë jam tërheqe, unë zdu, fillon me na shajt. Ka qenë presion të madh, mendoj që ka qenë presion të madh prej kujt? Prej përfaqësuesve lokal të ÇK-s, pastaj ka pas spekulime të lloj-llojshme të cilat e kemi ndier edhe unë edhe ti. Pastaj u dashke me konsultu Hillin edhe ekipin e zonës Oldbaj janë të vërteta jo se spekulimet tilla që kjo është veç konferencë provizore, se me gjasë ka përhap atë demarshi, ndoshta edhe dikush nga ÇK-ja, kjo është konferencë provizore, amerikanët s'janë të interesuar të ketë sukses, duhet të ketë konferencë tjetër në Amerikë. Edhe atje do të vendoset për. Dhe këtë ma tha Hashimi mu, dhe unë i thash po shkojmë ja ku ishin aty, thash po shkojmë po lypim të Madeleine Albright, ai nuk erdhi me mu, hyna unë në zyre, ishte James Dobbins, ishte edhe Hilli, e thash kështu po thonë, këta, ata u shiku me zvete, pse jemi na këtu? Unë e po ta pyet Hillin, tha jo kjo është absurde kreta, ne jemi ardhur dhe gjithat mundim dora në zemër, o zonja Albright, 3 ditë kanë ndajt aty, ka pas rast pat keq ku ne i kemi thonë mos hynë në sallë. Në thotë, edhe në një moment kër erdhe atë hyrja sallës, ne i thamë mos se akoma se kemi kryer, se kemi përfundu, e unë e pata thamë ferm nëse dhe ka bëj me ty me Kosraganin, si kur t'ishte Holbruku e kishte shkelmu derën e shis, na kishte pyet hiç. Po zonja Albright me të vërtet, me gjithat mirësinë, me investu gjithat biografi, që ne ta pranojmë marrëveshjen, edhe në fund na pa thënë kur nuk të lëm vetëm. Më kujtohet si një fjalit që të mbetet për gjithmonë faktikisht, dhe s'na kalon vetëm deri në vdekje, gjithmonë është kujdesur për ne, dhe ishte një përkushtim i jashtëzakonshëm të zonës Oldbaj. Pra, dilemat që i kanë pas mbi gjitha Hashimi kanë qenë pse mos po ketë probleme në USHK mbrapa. Do thotë, unë mendoj që nuk ka pas gjasa me u pranu marrëveshjen në Rambëj. Problemet kanë qenë të reagimet kanë qenë të në fund edhe disa komandantë nuk e kanë pranu as versionin që ne e dakordum në fund, nuk ka qenë letë, po them, nuk ka qenë letë, edhe u bo si u bo, ne me gjithatë në fund u përqafuam, kem pas edhe përqafime me lotë dura në zemër në Medisnesh, erdhen Holbruku, jo më falë, Hilli, O'Brieni, Jonathan Leviski, që më të harojme për meni, jurist i shkëqyshëm, një djalosh i rritë, në kanë ndihmu shumë, edhe u përqafuam dhe shpëtuam konferencën faktikisht, edhe zonja Oldbaj në të vërtet në masajnë në përshëndeti, edhe në përgëzoj që e kryt një punë të madhe. Se u llogaritë se që është kryt, pastaj ai dokument fillestar ka shku vetëm me nënshkrimin tënd se s'ka bëj. Por me insistimin modest me shku te ministrat e jashtëm. Po pastaj me insistimin edhe të Hashimit është nëshu për 5 vetëve, është nëshu për Rugos, Qosjes, Hashimit, te edhe meje. Thash, s'kom nevoj masi që janë ka vetun. Jo, tha nëshku edhe te edhe është dokumenti me 5 nëshkrime. Qaj dokument që është dakordu një ditë më herët. Që kryesorja ishte një arritje madhe dhe pse jo, po them,
Nga perspektiva sot me prapë po e përsëris, po thoj që s'bona mërzitshëm, po m'duket që ka qenë mrekullisht ka kemi bënë. Nga perspektiva sot. Atëherë ne kemi qenë në presion të madh. Unë e di që qytetarët e Kosovës në këtë pjesë të Kosovës, po dhe ata më shumë në pjesën e luftës, kanë kërkuar sa më para paqe dhe sa më para një marrëveshje. Por kemi qenë shumë afër humbjes. Kemi po. qenë, domethënë, na ka ndonë një fije floku prej dështimit. Po mos ishte hilli, insistimi i tij që të caktoj ty si një par referuesi, ti do të thotë me hënë për çka mirë, ku jeni ju? Thotë me suikshëm të shtu. Mendoj që pastaj u bën këtë bashkë që zotit edhe ti shkove, aty erdhën me të ndihmu me shkru këtë fjali, këtë komunikatën. Po, ku aty në fund salës, kujtohet si sot, u bën një farë rëmuja aty. U bën rëmuj se dugi, Gorani është mur me shkrujt. Po. E bënde ashtë i me erdhë prapë edhe do të me ndryshu diçka, e shtyrshin e bëshin, që dul një farë teksti. Po, azemi, fund ta lete krynë ta djemt. Azemi, po. Po, lete krynë ta djemt, që shumë murën vesh. Ishte interesant, do më thonë, u kryu një loj unitetin, me përjashtim të hashimit. U kryu një loj unitetin në UÇK, u kryu një, do më thonë, ajo që nuk pritej, një bashkëpunim i jashtëzakonshëm mes gjithë në edhe nuk kishte tensionet kësaj natyre. Për shembull, Azem Sylla erdhe dhe theo akullin prej fillimit, kur ju drejtu Rugova si president. Vinte aty në drek, se unë isha me Rugovën krejt kohën në drek, a i vinte në drek aty me neve, me hangër, me bisedu. Jo, dhe ka shumë fotografi si neve në kam fotografu gjatë shëtitjeve në bërë të stilës, edhe gati asë njerës jemi një kombinim. Gjithmonë ka se Ledekë me Ledeshën e me Rugovën, nëse Rugovën me diken të UÇK-s, jo, atmosfera ka qenë për jashtë 2-3 ditë e punit që ishte kuptueshme, se ne mritëm në zgrips të kohës edhe zdinim çka të bëjmë në fund të punit. Edhe mendoj, ndoshta kam gabim, po mos ishte ai faksi që na erdhë në delegacionin tonë për ndryshimet e strukturës komanduese të UÇK-s dhe për delegitimimin e delegacionit UÇK-s për me pranu ose me refuzu marrëveshjen, ne do ta pranojmë marrëveshjen edhe në Rambojë. Jam i sigurt. Pastaj ka ndodhur episodi i Ljubljanës, jo vetëm me disa shimthaqet edhe Adem Demaçi, po edhe me Zonës Odbajt dhe Adem Demaçi. Ka qenë një biseda më e pakëndshme në histori të zonës Odbajt, që ky me atë insistimin e tij Baci këm gulës kokfor që kjo është marrëveshje keqe, edhe ne do të vazhdojmë. Do të vazhdojmë luftën. Së është bisedu prej zyrës të Ramadan, do të gaboj në Ljubljanë. Pse ai insistimi, do të thonë ne kemi njoft Adem Demaçin prej momentit kur është ndryshu prej burgut, kemi pas komunikim intenziv me të. Ka qenë jashtëzakonisht konstruktiv një periudhë shumë gjatë. U pat kthy prej Shqipënisë, ka për herë të parë pat shku në Shqipëni, Sali Berisha ja jep një vetur, se fillon të mbaj fjalim Baca Adem aty, që thot, po ta jep veturën, shko disa ditë në për Shqipëni, kur të kthehesh, bisedojmë. Edhe kur të kthehet, ma ka tërgu edhe ai Baca Adem edhe Sali Berisha, kur kthehet prej turit, thot, vaj halli çka kum pa. Edhe ndryshon edhe pikpamja e tij. Mas kësaj vizitë, mas vizitave, ka qenë një njeri i cili shkon New York e mëson anglishtën për 2-3 muaj, më duket. Po, ka pas një vullnet jashtëzakonshëm, ai thoshte për moshën e vet. Atë kur ka dalë pe burgut, ka hequr ato 6, po ai hiqte minus 28. Nuk i kam kaq vjet, po i hiqte 28 vjet. Ka pas një vullnet, ka pas një pasion, ka pas një mungesë çuditshme për ne, për gjeneratën tonë, të interesimit për politikë, për me qenë ai vetë pjesë e lëvizjes politike. Ne gjithë kemi pjesë, siç e përmendëm në emision, që ai do të jetë në balë të lëvizjes paçore, sepse ka qenë një farë legjendë gjallë objektivisht. Ai hoqi dorë. Tash një 4-5 vjet nuk u mor fare me politikë. Shkonte në shumë vende, merrte përvojë, mbati fjalime, pas marrë dhe çmimin Saharov. Ka qenë një çmim i jashtëzakonshëm për i merituar gjithsesi.
Edhe në demashin, po demarshi i Sara ishte pra një arritje e madhe. Po ishte një oscilim i madh, ai doli me Ballkanin, me Ballkanin ishte edhe i thari Republikës Tretë në një moment. Po. Ishte e ka pas një fjalë shpesh pasadem poshtë përpjet, domethënë fatkeqësisht edhe ai nisi me usjell poshtë përpjet. Herë shkon te një drejtim, herë shkon te një drejtimin tjetër, megjithëse respekti i shumë prej nesh mbeti për atimin, por nuk e kuptoj momentumin e luftës. Po më duket, e thash edhe herën e kaluar, ai mendoti që brezi i ri i njerëzve të ÇK-s e adhurojnë, e kanë lidhur dhe nuk do të lënë gjë pa bë për ta bërë ata shef politik të ÇK-s, ata nuk e bën shef politik të ÇK-s, e marrën vetë obligimin, ai nuk vendosi marrën Ramboje, nuk dua ta keq përdor emrin, po mesin e atyre ish burgosën politik që kanë qenë në Ramboje, unë e pa ta ndëgju, në atë kohë që po të ishte pasadem këtu kishte planuar diçka më pak se mirë. Ka pas thjesht ka qenë një çështje konkurrencës midis brenda brezit edhe me burgosën politike edhe me të tjerët. Në këtë kontekst ta zëmre Xhepçosja ka luajtur një rol mas të madh pozitiv, edhe para shkumjes, edhe gjatë konferencës, sepse ai thoshte me të drejtë, ne kemi thirrë gjithmonë që të kemi konferencë për Kosovën, e tash mos më shkon konferencë pasore për Kosovën, do të ishte absurd, sepse ajo mbaj për herë të parë mbaj konferencë pasore vetëm për Kosovën. Do se kishte ai dilema shumë gjatë konferencës në fund. Jo, ka qenë absolutisht ishte këmbgulës që të pranohet marrëveshja dhe profesori Rexhepi dhe të gjithë të tjerët, po them, kjo puna me faksin jam i bindur na krijoi shqetësime të mëdha edhe po ne shpëtuam, kryesura ne shpëtuam për pak, është vërtet që shpëtuam për pak, po arritëm që ta mbajmë opsionin e pranimit, i cili, nëse të kujtohet, krijoi panik në delegacionin e Serbisë. Deri atë moment ata nuk janë mërzit fare çka po ndodh. Ata kishin informat, ndoshta edhe me përgjimin e telefonave, sepse flitej shumë prej nesh. Po, ne kemi bërë haxhimet mëdha për delegacionin francez, herën e ardhshme mos na lejun me përdor telefona. Por përgjimet tash kush na kanë përgjigjur të gjithë. Me siguri. Por përgjimet ma merr mendja se bisedat kanë qenë që jemi të dështu. Po. Edhe tash edhe ata kishin bindjen serbët që kjo punë mori fund. Kjo punë mori fund. Edhe tash e çoi një komunikat kësisht teknike, herën e parë që po ti ne jemi të gatshëm me po çka do të qoftë. Herën e dytë kur e shohin që jemi afër avansojnë në pranimin e dokumentit, herën e tretë e pranojnë dokumentin. Me pjesën politike. Do të thotë po kanë ecë, se e panë që ata mund të jenë fajtor, se ishte lufta për shpejt fajtor këto. Po normalisht situata ndryshoi në mënyrë radikale mas përfundimit të konferencës, të episodit të parë, të pala serbe po flas, edhe ata pastaj u rreshtuan kundër. Sa ata kuptuan që ne e kemi pranuar kushtimisht marrëveshjen, por realisht e kishin pranuar me të gjithat. Serbia u përpoq gjatë një periudhe me hap një lloj opsioni tjetër. Thonë, nuk dija ishte ideja aty apo jo, por sidoqoftë shërbimi i sigurimit shtetënor Stanishiçi nëpërmjet sigurimit shtetënor të Prishtinës, Stijovicin në atë kohë, bashkëpunojnë me Batonin dhe e fillojnë një rrugë për në Republikën e Tretë, apo a ka mundësi ndonjë alternativë tjetër. Aty bëhet takime me Mahmutin në 98-ën, dhe aty Mahmuti, sepse është qëndrimi të cilin ja ka përsërit mandej Miloševićit, se këtu u bë lidhja, ku kemi qenë bashkë, Mahmuti ju ka thonë, ju i keni ndur, ju e keni pushtetin ndur, fillimisht ndaleni këtë represionin, edhe po qenim një shteg tjetër, ndoshta edhe për Republikë të Tretë. Po kjo u zavendësua totalisht. Edhe amerikanët, të cilët në një periudhë kishin ndonjë dilemë, a shkon Republika e Tretë apo jo, e hoqën këto dhe hynëm në Ramboje me krejt një pozicion të qartë. Një pozicion tjetër, zgjidhje kalimtare, për të cilën ishim të akorduar qysh në qershor të vitit 98, ardhen e NATO-s, për të cilën ata ishin të akorduar në janar Amerika, para gjithëve,
dhe krijimi I një veçqeverisje substanciale në Kosovë, për cilën ne ishim të bindur që do ta thënë akullën e do ta qirë rrugën për pavarësinë e Kosovës. Plus ai provizioni për referendumin pas 3 vjetëve, kur u bëshim bashkë gjitha këto, ishte qartë që ne po jesim drejtimin e duhur. Në këtë kontekst, mund me citu Ratko Markovicin, që është ekspert ligjëridorës parë, domethënë ka qenë shefi bashkë me Vladan Kuteshiqin të grupit të ekspertëve ligjor në delegacionin e Serbisë. Kur u kthyen në Beograd, kjo çka është ofruar, ka elemente të sovranitetit, ka elemente edhe të autonomisë, për vërtet është protektorat ndërkombëtar dhe në fund çon në pavarësitë të Kosovës. Ishte interpretim shumë I saktë, unë them. Do të thotë se e kishim bën ne, edhe jo që ka qenë Markovici, ai kishte qenë për, tek vonë kemi marrë bashkë Kuteshiqi, Markovici I kishin thënë Miloševićit ose këtë, ose ti do kesh bombardi, e ke humb. Pra ishte një shtekdalje elegante, mund të them, që ne prej një situate ku nuk dishim a do të jemi gjallë nesërmën, individualisht si popull, do të mrinim në situatë ku do të vendosim për fatin tonë. Edhe po të kthej filmi mrapa, po ta kishim pranu Serbia. Ne do të ishim në një situatë shumë interesante të futjes së një protektorati gradual. Jo gradual, protektorati të menjëhershëm, por vendimi do të ishte gradual, dhe mbas 3 vjetësh do të kishim institucione të dala prej votës lirë. Shiko, në një gjë ka ditë Miloševići, duhet me ja pranu që nëse pranohet kjo marrëveshje, ai humb Kosovën. Nëse se pranon e humb Kosovën, por ai ka zgjedhur me humb me luftë, sepse ka llogaritë që ajo çka humbet me luftë mund të kthehet nesër me luftë, sepse ne e dimë që sot ka politikanë serbi që edhe kisha ortodokse serbë tonë vetëm s'duhet me pranu që e kemi humbur. Se përndryshe atë çka ka humbur me luftë edhe kthehen me luftë. Kështu që Miloševići nuk është dikush që se ka ditë çka po bën. Ai ka pa që se parimi I Miloševićit ka qenë ajo çka Priscilli thoshte shpesh, zero sum game. Ose I hupi gjitha, ose I fitoi gjitha. Ai hupte gjitha, sepse me pas qeveritar në Prishtinë, që udhëheq me qeveritë Kosovës, që mbledh tatime me ushtarë amerikanë dhe të tjerë në të NATO-s, çka është ajo? Ajo është jo vetëm tatime, edhe doganë. Doganën, po. Kështu që ishin elemente shtetit, edhe nuk ishte si të shmanget ai një konkludimi që kjo sjell deri te pavarësia. Megjithëse ai ka pas të lashën supreme, po se ne nuk e kemi ditë në atë kohë, besa amerikanë që NATO forcat mund të hyjnë kudo qoftë në Kosovë, qoftë edhe përmes Malit Zi. Edhe territori I Jugosllavisë është I tëri në dispozicion të NATO paktit. SOFA është. SOFA. Status of Force Agreement. Edhe ai ka menduar që këta kur të hinë Malit Zi ka Kosova këta vinë në Beograd, edhe më hekin prej pushtetit. Ajo ishte marrëveshja e njëjtë si me Bosnjë-Hercegovinë. Si për Daytona. Po ndryshe të kishin ditë amerikanët e kishin ndru pak, domethënë e kishin bërë që me hyn ka Shqipëria në Kosovë për shembull, se çka po diun. Po ai ka qenë paranoik. Sidomos në atë periudhë, se folëm në emisionin e kaluar për 96, 97, kur e humbi atë kredin, që ky është një farë pasrujtësi, ai ka qenë paranoik, këta kur hyn Kosovë, sa ora vinë në Beograd. Prandaj bileta lokalizoi domin, po e humbin Kosovën, po e ruaj pushtetin Serbi, I bindur në atë kohë që humbja me atë mitologjinë e Carllazarit Kosovës, e bën atë një mit të ri në Serbi dhe ky tash ka më fituar zgjedhjet edhe malet. Po kjo nuk ndodhi ashtu. Rambuja ishte po ashtu një garë mes partive, mes personalitete, mes osi. E mbaj mend kur duhej me I regjistru këta, se francezët në thanë mundën me I fut vetëm 3 këshilltar. Në ditë në ditë. Edhe atër bëj gara e madhe për me fut këshilltar. Ne kishim thirrë për fatin tonë të mirë, pranoi Morton Abramovici ftesën, edhe u ofrua që të ishte krejt kohën aty. Ai kishte edhe lidhje të drejt për drejt me zonjën Albright, kishte respekt të dy anshëm për me zonjën Albright. Paul Williams, profesori I Fakultetit Amerikan, Mark Weller, ekspert I cili na ka përcjell gjatë tërë kohës, pothuajse. Dhe ndërkohë duhej me kishte ardhur Shinasi Rama prej New York. Më thon tash duhej me bë garë, a futet Abramovici, a futet në çifti ti për shkak. Po, ka pas edhe sigare patkesish, megjithëse ditëve të kritike, nëse s'gaboj Vëllëri dhe Williamsoni dhe bile kanë flet në
në kështillë, gjë që s'lejoj, po ne arritëm të binim disi, se ishte biseda ishte edhe mas mesnatës, ne faktikisht negociuam edhe pas mesnatës, edhe disa herë edhe vëllere Williamsoni bile që shuhet me një gjaktësi të jashtëzakonshme, ka pas momente që me gjas në jetë vetë si ka kalu, ku ishte tepër nervoz, sepse ishte pro bono, mos të harrojmë, ta ishin këtë pro bono. Na kem qenë pro bono, nëse mund të them, domethënë asnjëri prej nesh s'ka marr para për me qenë pjesë delegacionit dhe me ato tesha se nas me që thas lloga ishim që do të rimat me javë tana, se si nuk kishin marrë qash roba dhe di që profesor Agani kishte te lashe çka me bë se mendonte që këto larja këmisha këtë kushton një dreqe gjysë, ata na jepshin do pra llogarie që kushtojshin, po në fund ata e kanë pagu. Është detaj irelevant për këtë rrofimin ton, po tregon që gjithë ne kemi qenë njerëz të vullnetit të mirë. Kur kush s'është pagu për pjesëmarrje. Edhe s'ka qenë ndonjë luks i madh. Kemi fjetë në dhoma të vogla, s'ke pas toalet në dhomë, s'ke pas banjo në dhomë. Banjo e një kraut. Ajo për dushi ka qenë. Dushi, po dhe? Dushi ka qenë, po. Po, kështu që ka qenë edhe dhomat ftofta, dhomat faktikisht, besa edhe me zhurmën vazhdush me delegacionit sërb që këndeshin, kam pas një piano nëse s'ga bëje, në bëjshin presion. E ka pas lonë Xhavit Halitin pa flajt një 2 natë. Po, kështu që, jo, kushtet kanë qenë, ushimi ka qenë dijet, nësë flasë për detalje tjera, po... I mrekullushme, francez ma. Jo, vetëm francez, por ka pas saktu vetë Shiraku. Shiraku, do të ka qenë, po, kuzhinieri Shiraku. Po, në përgjithësi, po, them kushtet kanë qenë, çfarë kanë qenë, plus kush i piken mend për kushten, ato pe ditës parë ne kemi punu prej mëngjesi deri 8-9 mbrëmje, fillimisht, pastaj edhe mas 5 pas gjumë, sepse ishte periudha vendosjes së fatit të një populli. 72 orë të fundit unë më e mend që s'kemi fjetë. Jo, edhe kemi qenë gjendje, na kishte fotografudi kush, na kish pasi gjysmë kofoma. Shpresoj me vërtet kemi qenë të lodhur, të raskapitun dhe te jetë mase nervoz. Sepse nuk e dishim çka ka po shkojmë. Tash na kthehemi në Prishtinë. Po. Me aeroplan ushtarak. Po. Zbresim në Slatin. Fillojnë konsultimet, është një atmosferë shumë më e relaksuar mes nesh. Sinjalet janë që prej UÇK-s që të në shkollë, të përkrahet e tjera, nuk ka pas ndonjë krejt ajo frikë që ka ekzistuar se mos po thehet gjendja brenda UÇK-s nuk u realizua. Ne kthehemi në Paris i kalojmë 2-3 ditë duke prit mos po ndryshon diçka te delegacioni sërb, nuk ndryshon. Rrugës e shoh Levicki i flet këtij presidentit të Serbisë Milutinowicit, sa ai kishte kontakt Levicki krejt kohën fliste me Milutinowicit, edhe Milutinovici thot se ky thot Milan, thot shqiptarët kanë vendos me ato çka kanë premtu, ju nëse nuk e nënshkruani do të bombardoni. Edhe Milutinovici thot ke sera. Po, është ka mbet porosia e tij, një situatë e cila do të ishte do të shihet që shumë e çuditshme se edhe Hilli më pa tregu që me insistimin e Milutinowicit kanë pas një pije në hotel Bristol, nëse s'gabojnë Paris. Po. Edhe Hilli ja shpjegon shpesh që i ka thënë Levicki fillimisht, apo i dini që do të bombardoni, e ketë qartë, se unë sonte ka marrë mu taku me ty vetëm me këtë punë, tu nuk ka më loj. Nëse ju nuk e pranani marrëveshjen e Rambujes, ju do të bombardoni. E Milutinovici thotë, ja mos u bën marak te, thosë ky po bombardoi Hilli e jo Milutinovici, se Miloševići është mjeshtër, zbuloni, është magjistar. Është magjistar. E me kënd tha do të bën këtë punë me Bill Richardsonin, ja kish pas përmend, ka qenë ambasador në OKB, pastaj ka qenë sekretar për energjia, diçka në qeveritë aktuale, Clintonit, po. Tash ma kujtoj ka trafimin tonë pjesën e parë të Rambujes, a do të mbahet një konferencë në Amerikë apo zgjidhet që të puna. Edhe Hilli thotë, për çka jam ne këtu? Ne jemi këtu me tregu çka do ndodh. Richardsoni kush se pyet? Në Amerikë.
Po të hajtaj se mirën vesh Holbrooku me Miloševićin, se ne dinim që do të kishte edhe përpjekje fundit. Kjo thotë jo, Holbrooku ka marrë vetëm me ju thonë çka kam një zgjedh, se nuk do të ketë asgjë. Por ne tonën e pranuam marrëveshjen, se ka bëjnë shkum shtunën, dillën pastaj patëm hoxha ecë zbrast, e tonën ju thanë gjithëve edhe treshës ndërmjetësuesve që ne jemi të gatshëm të na shkojmë marrëveshjen menjëherë, që ishte mirë për anës tonë. Mo me Milan këtë dyshimet. Po në qëtë verzion, sepse patëm mbet një opcion, nëse të kujtohet që deri në 20%. Ndryshime teknike. Teknike, veç ndryshime teknike, po një thamë qarë që vetëm këtë marrëveshje e pranojmë, dhe për çudi dhe Boris Majoshi na pat fol mirë, mbaj mend. Sa shikoni, po vjen mirë që ju pranojmë marrëveshjen dhe nuk kam gjë kundër jush. Ne nuk kemi gjë kundër jush, si Rusi. Që ishte një porosi e mirë. Edhe mbet deri te ajtën me pritni. Që mos po bën diçka Serbia, dhe pse versionet që na i ndani me ne Obrajani Levicki ishin edhe shumë atë këqija se sa faktikisht i kishte shtu Serbia, nuk dia kishin qenë çat këqija, që si ke Serbia, domthon, këtë në vizume me të kuq ato. Ty lën ka një fjalin faqe që mund pranohet. Domthon ishte fyrje. Tash është veç fyrje e përpjekjeve ndërkombëtare që të arrihet një marrëveshje për Kosovën. Edhe nuk kishin dilema, po dilemat e vetme nëse të kujtohet edhe biseda që Morti kishte me ne, Morta Abramovici, ishte a hyn Clintoni këtë puna jo. Sepse akoma s'kishte dalë publikisht Bill Clintoni që a bën fushatën, a urdhon fushatën ajrore jo. Vetëm këtë dileme kanë pas zgjedh. Po ai dihet pastaj që kishte pat shpreh qartë që nëse nuk pranohet marrëveshja, edhe ne në shkrimtajtën marrëveshje në mënyrë të njëanshme, si thuhet në aspektin diplomatik, kryesia e delegacionit të Kosovës, pra Hashim Thaçi, Ibrahim Rugova, ti edhe Recep Qosa në shkruajt marrëveshjen, po Doran Zemra nuk kishte fare entuziazmit e ne si delegacion. Kujtohet ka qenë një natë se u ndajtëm aty në hotel e pim kanë e vërtet, sepse na atje ditë patëm shku në NATO, një pjesë e delegacionit. Jo të nesër më shkon. Jo të nesër më shkon në NATO. Po. Atë natë. Ne shkumë edhe te Kadari. Ne shkumë në ambasadë, në të vërtetë në ambasadë Kadari na priti me një gëzim të madh. Domthon ishte. Dhe pastaj ne duhet ktheheshim në hotel sepse na priste biseda me Madeleine Albright. Po. Shkumë domethën Ibrahimi nuk erdhi më duket. Keni pas të lashe shëndetësore më duket të gjithë kryesia ka pak të kush më shumë unë me temperaturë kam qenë shumë të madhe. Po megjithatë shkojmë në dhomën e Leri Rosinit. Na thret Madeleine Albright, lëshon speakerphonin, edhe thot urime kry kjo punë, po ju pres nesër, mas nesër po ju pres në Washington. Kjo ishte ideja, sa. Edhe ne thamë, ne s'mundemi, fillimisht i patëm thonë në Rosinit, ne s'mundemi sepse kemi vendosë që të kthehemi të gjithë në Kosovë, për një arsye të thjeshtë, sepse e dim që do të ndodhin bombardimet, edhe ne nuk mund të jemi larg atij populli, nuk mund të rrim ne jashtë. Sa, edhe kemi diskutuar më vonë. E kemi diskutuar edhe në delegacion. Dhe ne marrim atë vendim i cili këto 26 vjet s'dia ka qenë më i mençur i mundshëm. Çka të mendon ti? Jo, në aspektin e një diplomacie të menshëm nuk ka qenë i menshëm hiç. Po tash mu po kujtohet edhe ky rrëfimi i Zelenskit në konferencën e Muniut në 2022-s kur i shkon në delegacioni amerikan, edhe i thot nëse do të qëndrosh në Kiev do të vritesh. Dhe sepse po fillon lufta. Zelenski ka qenë i bindur me Kamala Harrisin kur është taku. Ju për të prani nuk ka lufte, po në fundi kanë thonë shiko, lufta po fillon, dhe nëse qëndron Kiev do të vritesh. Prandaj sugjerojmë medalje ashta jo nuk munden. Jo, unë s'po du bilet aeroplani, po du edhe s'mund të dalë, pik. Ata kanë qenë të sigurt, Kamala Harrisi ka thënë mikut vet, kjo është biseda jonë e fundit me këtë njeri. Po, mos harro që ne... Edhe kështu që edhe ne kishim njësoj, se ne kishim një bisedë, unë e te me Kristian Paulsin, një zyrtar i lartë në Ministrinë e Jashtme Gjermanisë, përgjithësi kryesor për dialog, e si mënyrë brutale na tha mua dhe ty, se ne megjithatë mendonim që ndoshta do të ketë parë mrekullie për me Holbrooku, do të arrijë diçka dhe që disi do të
akomodohen krejtë shqetësimet tona, tha jo, aja ka vendos mi vra zgjedhje. Milošević kësaj radhe nuk do të ketë pardon. Prandaj u sugjeroj keni shumë kujdes çka po bën. Edhe ideja jonë, hajtë se ndodhen ja 72 orë, e kryet ky bombardim e ne jemi aty në Po, absolutisht, po jo, po them, në aspektin diplomatik ka qenë gabim, se megjithatë delegacioni, 16 vetë që shkojnë të flasin, s'paku të ishin marrë vesh 8 po shkojmë, 8 po rim, që shbonome atë, kishim ujtoj me short, me bo kush po shkon në Kosovë, kush po rinë. Edhe ashtu e dishim që delegacioni s'ka si kthehet në Prishtinë, duhet të kthehet në Shqipëni, po dhe një të tjetë kemi mund të ndami, pa kur farë dileme, po bara përgjegjësisë ka qenë edhe ndërgjegjës ka qenë jashtëzakonshme. Ne ishim si turp, pra po i kthehemi këtë çështje së turpit, edhe kur bisedum delegacion, se për nesh ishte ma egër se tjetër, jo, duhet patjetër të kthehemi. Patjetër të kthehemi, sepse neve na tha edhe për ma keq, për me na ashtu barën e përgjegjësisë, na tha misioni i OSB-s, ne po tërhiqemi shumë shpejt dhe kush njëri gjallë mos më t'ju garantoj as për aeroplan se ne shkojshin e vishim prej Prishtinës. Tash na thanë jo, thanë Prishtinës mundi atëroni heq, duhet atëroni dikun tjetër. Shkum te Tiranë, pastaj në Shkup. Do thotë u kriju atmosferë praktikisht vetëm s'ka filluar faza e fundit e luftës. Edhe Hilli tu na përcjell në autobus. Me tura, zime që ka shkashtë. Me autobusin kë shku në aeroport, një autobus të madh. Po, jo, prej Shkupit, kur u nisim për në Prishtinë. Me vetura, unë ka marrë një taksi me bukurie Xhambale në një përkryqëse tjetër, ju një arë me vetura. Me vetura, para se mu nis me vetura, me Ibrahimin e atje, erdhë Hilli tha mos u nisni. Po. Mos u nisni, këtha unë. S'është marrë, mos me u nisni. Po, ne mendojnë që është marrë. Edhe nga perspektiva so, mendojnë që është marrë, po them ma mirë dishte, sepse unë po të artë të ti pastaj në zyre, edhe kam pas një ide poshtë naive, masi na që jemi këtu, a bon me shku një vend, po të bume, ndash ta shpime i Ibrahim Rugos, ati ku më përim biletat edhe ta shpallim adresën. Të jemi qëtu jemi, mos na njek një se këtu jemi, nëse dëni me na bo, dishka bëni këtu, po me kënd të bisedosh në atë kohë, s'kishte shansa të bisedosh me askend, mase u shpartalu ke sistemi dhe se këqyrte me bo diçka dhe nuk ishim të vedishim shka të ndodhë, edhe tek Emrama ishin 2 ditë e Hotbrukut, akoma, në konsiderat, hanja martja, ne e dim në ka të regu pasaj Hotbrukut dhe mu dhe ty shka ka ndodhë, ka qenë e kotë, e ka pyt Hotbrukut Milošević, apo e din shka ka me gjithë, jo tha qështë se di, ta, sot është e mërkure, ju me thonë Amerikanë të është e premte, unë e di që është e premte. Ju një superfuqi. Po këj prap i thëtë po shkojnë Budapest, që telefonin, edhe nëse qka do të qotë, nëse me ndonë, Tiran. Edhe unë e vi sa hora për Budapestit. Po ne e ditëm që s'ka më gjërë, e pa të nështyni së 4 orë, kujtohet fillimin e fushatës. Për shkak të kësaj pritje mos po ndodhi diçka, plus u përhap një spekulim që Kofi Annani, sekretari përgjithshëm i OKP-s po vjen Beograd në Prishtinë me ndërmjetësu një marrëveshje 3, po ato ishin spekulimet Serbisë që hapte vetë dhe filloi lufta, faza e fundit se lufta kishte filluar shomati, po faza e fundit e fushatës ajrore me një bindje të gjithëve që megjithatë nuk do zgjat shumë. Dhe tu e pa që po zgjat në fakt ti nisësh për në kufi edhe e përjeton edhe ndeshjen e fundit, me thonë, me këtë pushtet. Po, ishte situatë interesante, përse në kam marrë tek më vonë, do të thotë, prezidenti i Rugova është në presion të vazhdueshëm të palës sërbe me negociu marrëveshje të reja dhe Del edhe në televizion. Po, edhe Rugova postirash me atë përpjekjen që ti shmange çfarë do takime bisede me palën sërbe, të punë si kom as njerëzit me se ti më qenë ambuje. S'është kush këtu, profesor Aganin se kam, ky s'është, ai s'është, edhe në fund, kur më zanë mu në kufi, në dalje e sipër, do të më dalje një gjysmore me idenë që të më kthejmë Prishtinë, nëse se thot Rugova, po, mirë që e keni zanë, kthejmë Prishtinë se biles dikën e kam. Këtu, por Rugova thot jo, me lartë papësinit, një vëtë ka thonë, ma mirë lesë kam blerime, së më duhet blerë. Edhe ata duran zemën më lejuan të dalë dhe në ta në kufinit në patë pritë shumë bërzi, pastaj pata shku në ambasatë e Krisile, Tina Kajdanoj, se nuk e përmenë që Tina ka qenë vazhdimish me Krisin, ambasadore e pare Amerikës në Kosovë, dhe kjo rëfim përmbyllet për mu,
Po nuk përmbyllet për ty dhe shumë tjere, edhe rrëfimi ma tragjik ka qenë me profesor Aganin, i cili me logjikën që pas Ibrahim Rugova u liru përmes Sant'Egidios, përmes Vincenzo Pallis. Si ishte liru aso kohë. Jo, po flas për fillim të majit. Se fillim të majit liruat Rugova, edhe profesori ishte mshef me Dobaneza në qendër Prishtinës, edhe profesori thotë mas liru Rugova, tash mos ka rrezik për me marr, se rrezikun më të madh ka pa profesori që mos po e marrin e po e çojnë po shetisin në për Beograd që ashtu. Edhe atër po më isha me dalë, edhe po për fat keq ti, a ditë ka qenë kufiri i mbyllur, se ti e din që ata Macedon të herë e mbyllshin herë hapshin kufirin. Se po dyshë kish dalë, profesori kishte shpëtuar. Deri të kish prit çlimin e Kosovës, se profesori ka qenë shumë keq me shëndet, pastaj na paton zonja Sadije. Baj me nitroglicerin. Zonja Sadije na ka qenë tepër keq, edhe në Ramboje ka qenë tepër keq. Tepër keq. E pat përjetuar shumë keq edhe me atë sensin e humorit ti, nëse të kujtohet apo unë thadhe nëse vdesa nuk mërzitëm më, na tham se me përjetu vdekjen e 3 Jugosllavive nuk është pak. Me 3 Jugosllavisë 2 dhe kësaj Jugosllavia, pa kam çka kallzoj atë kur të mpyesin çka ke përjetu. Profesori ka qenë me vërtet i jashtëzakonshëm. Prandaj edhe po më krijun këto rrethanat kur filloi lufta e NATO-s, ne disa dolën jashtë, disa mbetën brenda, u shpërgjithësuam fatkeqësisht si faktor. Nuk u kriju qeveria karimtare kur, për shkaqe të njohura. Edhe tek në konferencën e Bonit, nëse të kujtohet qershor të 99, ti akoma ke qenë brenda, u arrit që të kthehet Hashimi, Rugova, Recep Çoça dhe që ta pranojnë atë marrëveshjen e cila u zyrtarizuar në rezolutën 1244. Ne s'kem qenë faktor. Gjima Brajani ka komunikuar me mua, ka qenë dokumente, i kam kthyr dokumente, po domethënë mbet diqysh si pezull kjo po. Laka ka qenë në Tetov, aso kohë, edhe kontaktojnë me to, thot, po e formojmë qeverinë e përkohshme, edhe ja kemi lënë vetonit vendin e ministrit jashtëm. Edhe thot Flaka natë kiamet që ishte në aso kohë me refugjat, tha këshirën e vetoni është mrena, në Kosovë mundën e eventualisht ministrit mbrendshëm. Po dora në zemër, nëse zgaboj, unë dhe ti patëm thonë që i falet në Paris. Kur filloj ideja skeleti me u bëjt qeveris, që nëse është një minister i DDK-s, 20 ministra duhet të jenë i LDSH-s dhe UÇK-s, edhe asjeltas, nëse është ministri i UÇK-s, edhe patëm thonë edhe për ty dhe për mu, po ne patëm falenderu, thamë që nuk jemi të interesuar fare për këtë angazhim në këto rrethana. Edhe ajo mbledhja është mbledhja e cila do ta përcaktoj historinë politike të Kosovës për krejt këtë çerek shekull. Sepse në atë mbledhje në të cilën ne duhet merreshim vesh për qeverinë e përkohshme, kur su morëm vesh për qeverinë e përkohshme, atëherë unë propozova që të merrem vesh për pushtet lokal. Pra, hajdes që s'po merresh kam vesh për një qeveri të përkohshme, a bën që çdo komunë ta ketë pushtetin e përbashkët, LDK, UÇK, LDSH, cila do parti që tjetë, që në momentin kur çlirohet Kosova, kushdo NATO-ja, se ne dinim që NATO-ja do të hynte në Kosovë, në komunën, në filan komunë, dilte kryetari komunës, thoshte mirë se vjen në komunën time. Edhe të kishim një pushtet lokal i cili do të administronte më njerë me Kosovë. Po nuk ishte... Ne hym pike 5. Nuk ishte asdi, po edhe hynëm pike 5, do të na u shpërfaq një kundërshti kronike pa nevojshme, do rënë zemë në këto rrethana, po gjithçka përjetoi një përshkallëzim dramatik atë ditën e ejtë kur e munu vesh me vërtet që nuk është rendi që do të ketë për marrëveshje, edhe kur na thanë edhe OSB dhe gjithë që pa usim për gjitha mos u ktheni fare. Po ne ishte pa kuptim pas të themi. Me që se të ishim shku në Amerikë, që ajo ideja që na tha zona Olbret, se pas të edhe fillu me përpelu delegacionin një moment, na nuk ishte pas gjasa me u kthy, se ishim met jashtë. Po me gjithat ishte, nuk dis sa do të kishim përballu presionin dhe gjegjes tonë, po flasë. Jo të njerëzve thjesht, se njerëzve thjesht nështë da kishën thonë, mirë keni bashkë, që s'keni hyrë, se ju këshin vratë gjithve. Po, dhe t'ishte problem. Përfundojnë lufta dhe ti hyn në Kosovë.
Çka është përjetimi yt? Përjetimi është shumë interesant, është ambasadori Hill më fton që të film së bashku me një Black Hawk, që atëherë sa kom ditë çka është Black Hawk, se tek ma vonë me këtë Black Hawk Down filmin do ta marr vesh. Edhe nismi nga Shkupi edhe i bim rruga ishte poshtë, ne ishim 50 metra mbi rrugë. Edhe shishim plot ushtarë në të gjitha anët. E lam një mot shumë të bukur në Shkup, e gjetëm një vranësirë, një të ftoftë në Prishtinë, interesant, ishte gjysma e dytë e qershor, ishte shumë ftoftë atë ditë, vranët. Edhe vim me një qëllim që ta shohim si është gjendja, edhe takohemi me ty në zyrën e pozitura, nëse s'gaboj, ti kishe pasur kogja pesh, normalisht për një situatë tepër të rëndë. Edhe takohemi me ty, bisedojmë, ishte një gëzim i papërshkrueshëm i gjithë neve që po shihemi për zgjallje, se me të vërtetë akoma mbanin në mend, akoma kishin një kujtesë të freskët rastin e profesor Aganit edhe të tjerëve që nuk e përjetuan se ka pas shumë viktima. Unë kujtohet për bëj një epizod vogël kur u vrala te Berisha, ata folën me Aganit për herë të fundit. Natën e parë. Edhe çështë ka pas zanat profesor, më çka po thu Blerim. Sa pa shumë vrala, s'është e mund. Pyet na Bram Kelmeni, ishin rrëfimet, jo e kanë liru, jo se kanë liru, pa ta folën me Hinin, në fund dul tragjedia, me u vra me 2 djem. Pra ajo porosia pa usit që se qenë me vend. Do të vrasin, po. Do të vrasin edhe njerëzit ma eminent, ma kësi edhe kështu që fakti që u pami është një gëzim i madh. Pastaj atë ditë, nëse s'gaboj patar Clarku Prishtina, diçka ishte as që kom ditë, as unë as ti se kemi ditë, edhe Aksel Ditmani, që ka qenë përfaqësues i Gjermane, shkum diçka me hangër, hajde se kemi mbledh, çfarë mbledh apo ka marrë Clarku. Edhe hynim që aty hallakam në zyrën e UNMIK-ut. General Shtabit, ku akoma ka qenë Sergio Vera de Mello, një diplomat i dorë spar, një mik shumë i madh i unë, se pa bën një raport, nëse të kujtohet, në maj pata në Kosovë, me bën një raport veçantë si mesar special i sekretarit përgjithshëm të OKB, se pa bën një raport shkëlqyeshëm. Edhe njerëzor edhe real. Që këtu dihet çka po ndodh. Kështu që edhe fillum atëherë me jetu në Kosovën e lirë, me një bindje që është arrit tepër shumë, që tash e tutje duhet të jetojmë në paqe me historinë, vetëm se ne s'kemi qenë paqe me historinë, se historia ka qenë konflikt me ne kemi qenë konflikt me historinë. Për herë të parë ne arritëm diçka që s'ishim arrit kur, për herë të parë ne arritëm fitore, si popull, dhe fillimes kemi qenë të vetëdijshëm ndoshta çka është arrit. Ndoshta edhe së tek kësaj dite ka tillë që s'janë të vetëdijshëm çka është arrit në qershorin e 99-s. Kështu që ishte një arritje tepër e madhe e ketë një populli. Ndoshta kjo është fjalia me cilën duhet ta përfundojmë këtë epizod. E kemi rrumbullaksuar në këto vazhdime një periudhë të rëndësishme. Na mbetet borxh që të ulemi në një cikël të ardhshëm të bisedash, të shtjellojmë shekullin 21. Kosovën në shekullin 21, sepse tash jemi në vitin e fundit, faktikisht. Në vitin e fundit të çerek shekullit. Ashtu. Faleminderit. Faleminderit shumë për këtë mundësi, ishte një bashkëbisedim shumë interesant. Po besoj edhe për bërjet e isët, ndoshta nuk i dinë shumë për këtyre gjërave për cilat ne folëm. Faleminderit.